Jo, përshëndes zonja dhe zotrin, juftoj të na ndiqni, do të flasim për fëmijët, familjen edhe ato çfarë është ka qenë edhe në qendër të diskutimeve, po për cilat janë zhvilluar her pas here edhe protesta, terapia hormonale, pra ndalemi te të drejtat e fëmijëve dhe terapia hormonale. Do të përpiqemi të bëjmë një analizë sociologjike për të drejtat e fëmijëve dhe terapia hormonale, pra perspektiva sociologjike me profesoreshën zonjën Miranda Rira. Përshëndetje Rira, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjej, falenderisht për ftesën. Rira, u bëm dekada që Shqipëria tashmë është pjesë e konventës së Organizatës Kombeve të Bashkuara, sa i takon të drejtave të fëmijëve, dhe ndër të tjera në konventën e OKB citohet interesi i fëmijëve është parësor. A dini të na thoni fillimisht, a ka ndonjë pikë në këtë konvent që zbatohet 100% në Shqipëri, pastaj shkojmë te gjithë mangësitë e tjera? Okej. Që nga miratimi i konventës OKB-s për të drejtat e fëmijëve, pra kemi parasysh studjet ndorën e vitit 1989, ku përcaktohen qartë të gjithë të drejtat që kanë fëmijët, të drejtat për të merrur ushqim, drejtat për ushqyer, për mbrojtje, për të pasur një mjedis të sigurt. Madje që në preambullën e kësaj konvente përcaktohet qartë se familja në fakt është baza e shoqërisë dhe mirëqësia e drejtat të fëmijëve duhet të sigurojë dhe të garantojë pa diskutime dhe familjen. Natyrisht në Shqipëri për gjatë gjithë këtyre viteve janë bërë përpjekje të shumta për të siguruar fëmijëve një mjedis të paqë, të sigurt, të mirë, edhe pse sot pas kaq vitesh, që nga 90-tat e 90-ta kur është miratuar dhe kur ne kemi aderuar plotësisht në këtë konvent, unë mund të them se të gjitha ato le të thënë organizata të shoqërisë civile që mbrojnë fëmijët në Shqipëri, jo gjithmonë kanë bërë detyrim të tyre siç duhet, jo gjithmonë kanë qenë i thashë në pararojë për të siguruar të drejtat e fëmijëve shqiptar. Madje ndonjëherë është edhe vështirë sepse ato ONG apo organizata që ne njohim si organizata për mbrojtjen e fëmijëve, shpesh janë ato organizata që bëhen dhe bëhen, si thua, bëhen pikërisht motori kryesor i miratimit të konventave në Shqipëri, konventave për i ligjeve, siç është edhe ligji barazimore, i cili është në kundërshtim të plotë, do thoja unë, me të drejtat që kanë fëmijët. Unë nuk po përdor emra këtu, por jam e sigurt që mund ta kuptoni se kush janë ato shoqatat të shoqërisë civile në Shqipëri që në emër të fëmijëve marrin fonde nga organizata të ndryshme dhe në fund fare përdorimi që bëhet është shumë i madh. Ajo pra që doja t'ja lidhur edhe me urdhrin e dhënë nga nga zëvendësministra e Shëndetësisë Eugenia Tomini në prill të këtij viti, ku përshkruhet qartë për cilin vitit e fundit të kolonial në media, lidhur me trajtimin hormonal të fëmijëve nga mosa 14 deri 16 vjeç. Në fakt është mosa 13-16 vjeç. Tani le të jemi të qartë, mosha 13-5 apo 14 vjeç është mosha në klasë të 8. Pra një fëmijë që është klasë 7, klasë 8. Është ende shumë i vogël, është ende një fëmijë që mund të ketë ndasja të apreciatet apo lëkundjet e humorit. Është një fëmijë që është në moshën e adoleshencës. Është një fëmijë që është në kërkim të jetës, të ëndrave, që i mbushur me ëndra, me pasione. Dhe që ky urdhër i cili vjen një kohë shumë të keqe për realitetin shqiptar. Shumë sepse nuk keni parasysh të gjitha, domethënë realiteti shqiptar që veçanërisht në zonat rurale po përballen me një shqetësim shumë të madh. Nëse para pas vitesh ne kishim vetëm babain që emigronte, pra flas pas viteve 90. Tani jo, ke babain bashkë me fëmijët që emigron. Vetëm në vitin përkatës, vitin akademik 2025-2026, ne kishim 10.000 më pak. Vetëm në arsimin 9 vjeçar po flas, sepse bashkë me arsimin mesëm fëmijë më shumë herë më i lartë. Kishte shkolla të tëra të mbyllura në të gjithë Shqipërinë. Kishte fëmijë kanë nikur. Kishte sot një gjendje shumë dramatike sepse ke klasa kolektive, ku mësojnë bashkë fëmijë të klasës parë, klasës 2, klasës 3, klasës 4.
Dhe kjo është, domethënë është bërë kështu imperative tani për shkak të popullimit shumë të madh, pra të largimit të familjeve bashkë me fëmijët e tyre. Kështu që ky urdhër pikërisht tani për të ndikuar dhe për të ndërhyrë tek fëmijët në të moshra, pa delikate, kaq të re, kaq të vogël, ku fëmijët ende nuk kanë, e para nuk kanë moshë fizike, por të vendosur vetë, nuk kanë. 18 vjeç që mund ta quash një njeri të rritur. Dhe këtu nëse ky urdhër do të ishte për do thonin për ata transgjinor, të cilët kanë dëshirat e tyre, vendimet e tyre, mendjet e tyre për të marrë me jetën e tyre si të duan ata, që nuk do të bënte fare asnjë shqetësim. Sepse në fund fundit ne jetojmë në një shoqëri demokratike, secili është i lirë ta jetojë jetën e tij si të dëshiron dhe si gjikon ai. Por ama kjo urdhër të vjen si produkt i ligjit të barazisë dinore nuk është tjetër veç një akt i rënd që dëmton shumë fëmijët shqiptarë, sepse po flasim për 14 vjeçarë, pra të mosha 13-15 vjeç. Dhe të gjithë prindrit shqiptarë që kanë sigurisht fëmijët në këtë moshë, në shkolla 8 vjeçare, pra 7 apo 8 në klasë 7-8, nuk e di domosdoshmë se si mund të ndihen kur ata përcënohen sërish nga ideologjia gjinore. Profesoresh, në një kohë kur ne kemi probleme me mjekimin, kemi probleme me spitalin, kemi probleme ku nuk kurohen dot sëmundje shumë të rënda dhe po ndalemi sot tek fëmijët, madje ka nisur edhe një nismë qytetare, nisma për fëmijët, pra për një fond të veçantë për sëmundje të rralla që nuk kurohen dot në Shqipëri, që të kurohen jashtë vendit, dhe tashmë qeveria thot se do financoj falas hormone për transgjinorët dhe ju e cekët pak më parë, ju flisni për mosha 13.5-14 vjeç, ndërkohë zëvendës ministria thot nuk bëhet fjalë për fëmijë, por bëhet fjalë për adult, ndërkohë aty sanksionohet shumë qartësisht e zeza në të bardhë mbi 16 vjeç, ndërkohë një 16 vjeçar kur shkon në dyqan nuk blen dot duhan dhe alkool dhe do të duhet vendos veton edhe të marrë vendime të tilla kaq të rëndësishme që kanë të bëjnë me ndryshime të pakthyeshme hormonale. Parë në këndvështrimin sociologjik çfarë ndikimi do të kishte kjo dhe reagimin e prindërve apo qoftë edhe stafeve pedagogjike apo gjithë shoqërisë? Eliana, urdhri ka dy gjëra, ka dy probleme. E para është thelbi dhe çfarë shpreh dhe ku është gjeneza dhe çfarë urdhëron zëvendës ministri në këtë rast. E dyta, përveç moshës shumë të madhe, domethënë të vogël, dhe pa ditur fare si thua stresat as prindrit as këndjes, bëhet urdhri për ta fëmijë, sikur ata që kishin kafje, fëmijët shqiptarë. Problemi i dytë i atij urdhri është që ngarkohet fondi SDPS pra i rimburësimi, do thotë që ka një kosto dhe këto hormone ose gjithë terapia hormonale do të jepet fale. Tani kjo gjë mua më irriton patjetër si një taksa paguese, sepse unë nuk dua që taksat e mia, ai thot ato 23% të shkojnë për të ndëruar ideologjinë gjinore, fëmijëve që akoma nuk e dinë ose akoma nuk kanë dhënë në jetë, ta themi më shtyp. Unë dua shumë që taksat e mia të përdoren për fëmijët që janë me kancer, për fëmijët tek onkologjiku që nuk kanë ilazhe, të përdoren për fëmijët që janë me talasemi, që kanë mungesë gjaku. Unë dua që taksat e mia të përdoren për fëmijët në zonat rurale që mbasi kanë si shërbim shëndetësor atje. Dhe kjo është arsyeja kryesore pse ikin prindrit. Dhe në fund të ditës që në prindër çfarë themi? Arsimi i shëndetësia, dy sektorët bazë. Dhe një nga recetat që nga Shqipëria pikërisht për siguruar këtë të dyja. Unë taksat e mia dua që të shkojnë tek fëmijët. Po të fëmijët realisht kanë probleme. Ne jemi përballur me unë për vetëm isha para pak vitesh në spitalin e traumës. Dhe po ju them që atje mund të shohë të gjitha moshat, po. Domethënë ka kushte në spitalet tona kushte mizerabël. Dhe rastin të falenderoj kolegun tuaj, zotin Mustafa, që ka thirrë masën e propagandës dhe të shëndetësisë falas, sepse këtu vetëm shëndetësi falas nuk kemi. Se unë thash kisha një teatr, një tim të shkova atje, dhe tha na grin nga lekët, na grin. Po një vizitë do kërkoj 20.000 lekë vjetra.
Pra nëse para pak vitesh se 15 vjetra vizitan publik, tani do t'japësh 20 mjekut. Dhe ku është shëndetësia falas këtu? Pra nëse ti si shtet predikon dhe kaq shumë propagandon shëndetësinë falas, dhe nga ana tjetër e ke kryer spitalet në çatuas, në tasole korrupsioni aq të madh, ku ne gjithë në zot mos na rastë të në spitalet tona, sepse janë mizerabël. Ne gjithë paguajmë sigurimet shëndetësore, e kur vjen puna shkojmë për privat, harxojmë lek tek në privat, sepse e dim që në shtet është mizerabël. Tani, kushtet jo mizerabël, me të kushte spitalore mizerabël, si ka mundësi pas ka para për të ndryshuar gjinimin e një grupi shumë të vogël, sepse funi korrekt ne flasim për një numër shumë të vogël, të synohet të ndryshohet, gjinia dhe po themi gjithë atributet e tyre. Veç pas talit po të grupet e tjera, si që përmenda më lartë, për fëmijët e shtëmur, për fëmijët në sanse, për fëmijët të mërë, për fëmijët që ka nevoja shumë të rëndësishme esenciale për jeta vdekje. Ne shtojmë shpesh në përjetë sociale thirrje që bëjmë nga familjarë. Për fëmijët të smurë dhe që shteti jo nuk i siguron dot, dhe që duhet të dërgojnë një akt të kurime. Por shteti nuk ka një fond specifik për këto fëmijë, që nga mosha që lindin në 0 po them edhe deri në moshën 18 vjeç. Të kurojnë në Shqipëri, por edhe jashtë shtetit, me parat buxhetore, me parat e mia. Do bëja shumë ato parat të shkonin për këta fëmijë të smurë. Po nuk mund të shkojnë për ministrin e shëndetësisë ose zëvendësministrin e shëndetësisë, po të punuar ajo jashtë dhe fëmijët jetim, fëmijët e varfër, fëmijët e pa fëmijë të ngelen në rrugëve. Tani ky është një problem shumë i madh, që është urdhëruar, është vënë një urdhër që të paguhen nga taksat e shqiptarit, dhe që është një munduri më vete. Që kuar pak urdhrin, sepse ta se gjitha bëjë pikërisht të gjatë. Në fakt, unë, Eliana, jam ndër të para që kanë folur për ligjin për barazinë gjinore, që të rastisht njerë dëgjova që po diskutojnë për komisione. Dhe duke qenë e fushës, duke qenë që me barazinë gjinore, me pusimin e gruas, me kufizimin gjinor, jam marrë edhe i kemi pasur edhe në studentët. Dhe me thëmë, nësi gjithë që nuk do evitoja ta quara vetën time dhe një mbrojtje të drejtave të gruas, si një lobiste dhe një feministe, duke dashur që gruaja shqiptare të kufizohet. Ta shtafikonu se ligjin çfarë është. Ne fillova ta lexoj gjatë kohës që ligji po diskutohej në Komisionin e Shëndetësisë. Të them drejtën, sa po fillova ta lexoj u skandalizova, sepse në ligj, pra ky urdhër që nuk ka dalë pikërisht nga ligji. Në fazën e një nene të ligjit, të thuajtur ose të shkruar ose të njohur ose të vullosur me kapakun e barazisë gjinore, vetëm 5 nene flasin në fakt për një barazim i burrit dhe gruas. Edhe pse në Shqipëri nuk e kemi këtë problem, në pagesa po them, ne kemi sot rektore burra dhe rektore gra në universitetet shqiptare. Dhe ato paguhen njësoj, ata dhe ato pra. Paguhen sipas gradës dhe krejtësisht nuk e përcakton nëse rektori i Shkodrës është mashkull dhe rektori i Elbasanit është grua, të paguhet më pak. Që kjo gjë nuk qëndron, pasi ne kemi ligjin e vitit 2009 për barazinë gjinore. Dhe aty përcaktohet qartë për barazinë në punë, për punët e njëri tak shumë radhë. Në këtu nene të ligjit të barazisë gjinore, po shkruan qartë të drejtat e grupit LGBTQ, dhe për më tepër, edhe për këtë ne kemi një ligj, por akoma sot e kësaj dite ne u ndeshëm me këtë urdhër, por akoma nuk ka dalë në dritë se çfarë është ligji për barazinë gjinore. Sepse aty në fakt përshkruan gjithë detyrimet që kanë bashkitë. Këtë ta grup, tani bashkia Kuksit e Prenjasit, bashkia e Memalia, duhet të kenë një vend specifik për këtë target grup, ta punojnë aty. Në qoftë se nuk e punësojnë, ata do të gjobiten. I gjithë sektori publik dhe privat duhet të kenë të punësuar persona nga ky target grup. Dhe ajo që për mua është skandaloze, për cilën kanë folur edhe në një diskutim dhe në një emision tjetër, lidhet me atë që ideologjia gjinore seksiste në shkolla. Në 132 të këtij ligji përcaktohet qartë se duke filluar nga në të gjitha nivelet e studimit, duke filluar nga mosha, nga parashkollës e tërë niveli i parë i arsimimit, që është në fokus dhe deri në doktoraturë, në të gjitha nivelet e studimit në shkollë, pra në dikimin parësor, ditor, në nivelin e tretë,
do të ketë materiale, tekste shkollore të legalizuara nga Ministrësimi, ku do të rinjt dhe të rejat do të ballafaqohen me këtë ideologjinë gjinore. Dhe si do të vinë kjo? Natyrisht nuk do të vinë dhunshëm, do të vinë me manifestime, me ndërgjegjësim në shkolla, dhe disa raste me të parë që kanë ndodhur edhe këtu në Pelqen me një stradë të turpe që u bë në qenjen artificial, në atë markesën në majtë të Baskisë, pra disa raste për të matur me prindin një ditë, për të matur dhe pulsin e qytetarëve. Tani, çështja është se unë nuk e kuptoj, pse një fëmijë që është në Kopës, një fëmijë në Kopës është 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç. Për çfarë i duhet atij ideologjia gjinore? Për çfarë i duhet atij të di për homoseksualitetin? Për çfarë i duhet i djalit 5 vjeç të di se 2 burra mund të martohen bashkë dhe 2 gra mund të martohen bashkë dhe mund të flejnë fëmijë e tjera me radhë? Për çfarë duhet fëmijës tim, që është në klasë të parë, vajza e vogël është në klasë të parë, ideologjia gjinore? Dhënia mbi homoseksualitetin, mbi transgjinore, që njeriu mund të lind këtu, por ai kthehet këtu. Vajza ime, sa që vogël, sa që ajo duhet të mësoj gjërat kryesore, duhet të mësoj për shkencën, për artin, për kulturën, për Skënderbeun, duhet të mësoj për ligjet e fizikës, por jo të mësoj për transgjinore. Pra, a kuptoni se çfarë kanë bërë këta? Një urdhër, pra, për ta lidhur gjën. Një urdhër nuk është gjë tjetër, veç se mbasi ne i dëmosim dhe i bëjmë të manifestimet në shkolla, të popullit, në të gjitha nivelet, ne përgatisim një grup klientës, po e quaj unë, fëmijës, djemsh, vajzash shumë të vegjël, 14 vjeç, 12 vjeç, pasi kemi flarë trurin tyre, ju kemi thënë që po sikose eqja jote është pak e dyshim, sikose ti në djalë, po ti mund të lindur në trupin e gabuar. Ose mund të themi, po shikose ke pak të ti mund të duhet pak mbase, pra, gjithë kjo demagogji që do të vinë në mënyra të ndryshme, është katërimtare, është vrastare. Nuk jam plotër fare, sepse unë e di që në shoqëruar para se të miratoj ligjin, që kaloj në parlament në 5/9/2025, të bëj diskutimi. Mendoj që shumë universitarë nuk do të pranojnë këtë gjë. E para e punës se fëmijët janë të vegjël. Fëmijët 18 vjeç e larg vendosin vetë, 14 vjeç. Jo të bëjë si fëmijë që flanë truri për seksin dhe për homoseksualitetin 5 vjeç. Sepse fëmijët shqiptarë sot kanë aq shumë probleme të tjera, por a dini juve se ka shumë familje njohur që kur fillon shkolla marrin para borxh për të blerë çantën, për të blerë libra, si janë shtrënguar shumë dhe libra. Kanë dy të vinë në shkollë, kërkojnë ndihmë nga familjarët, që nuk arrin dot. Mezi mbajnë, mezi veshin, mezi në teknë të kushte, shpenzojnë maksimalisht të fëmijët atyre të arsimojnë, nuk të vetë prindrit shqiptarë, sepse këto vlerë me kemi. Heqin picirin e zi në për trafikun e Tiranës, për të çuar në afterskule, për të çuar në për kurse profesionale, që ti atyre të përparojnë. Dhe ti e merr të fëmijën shqiptarit si kavje dhe mi bën shtrarje truni për homoseksualitetit, për transgjinorët. Jo, ne respektojmë ata, ne duam të transgjinorët të respektohen. Unë personalisht në vitin 2007 kam të studente në SBA dhe kam pasur miq. I kisha kolegi që kanë ngjitur bangat me 2 homoseksualë të ruja. Dhe po ju them që i kisha miq shumë të mirë. Unë nuk kam asnjë problem se në Shqipërinë shqiptare ka homoseksual. Por është e tmerrshme që ligjet e tyre, një komunitet i të vogël, ju injektohen dhe ju imponohen fëmijëve shqiptarë. Mirë more drejt, bëni çdo doni me jetën tuaj. Po jo me fëmijët shqiptarë. Aty ligj, Eliana, ka ardhur në Parlamentin shqiptar në maj ka urtësi një drafti projekt ligji, në maj në 2025. Pastaj një draft tjetër në Komisionin e Shëndetësisë në maj, ishte akoma më i rënë se i pari. Mbaj, keni parasysh ato termat gjini gjithë kushtirë, sepse ato janë klauzola që kanë shumë kushtime. Gjini gjithë kushtirë, as burr as grua, edhe burr edhe grua. Njeriu jetë omniseksual, do me thënë omnigjini, gjithë burrë dhe gjithë gruashtën, si thuash. Do me thënë, këto koncepte jo vetëm janë të çuditshme dhe marrëzi për ne shqiptarët, po janë janë një tmerr i vërtetë, do nuk e kuptoj se si
se si në këtë projekt ligj u arrit aq shumë të futej kaq thellë dhe të kalonte edhe në parlament. Nuk mund të kalonte ky ligj pra barazisë gjinore, nuk mund të kalonte me emrin e LGBT, sepse natyrisht do të ishte shqiptarët do ta kuptonin shumë tepër, por edhe tani që ka kuptuar, ne dim shumë pak, ne dim vetëm një urdhër që ka dalë nga ministrja e zëvendësisë në rast, që ministrja ka kuptuar se kjo është një gjë shumë e rëndë se ka firmosur, e ka firmosur zëvendësja e saj, që ka pasoja shumë të mëdha. Sepse nëse ti je në fëmijë të moshës, domethënë 14 vjeç, që është në klasë të tretë, dhe i bën terapi hormonale, dhe i jep estrogen, po themi ose testosteron. Pra nëse ai është djalë, ti jep estrogen me shumicë. Nëse është vajzë, jep testosteron me shumicë, të paktyr, dhe pastaj e çon atë drejt ndryshimit të gjinisë. Mos harrojmë se këto janë me pasoja shumë të mëdha. Por fertilitetin, përlindshmërinë, dhe këtu dalim një problem shumë të madh pastaj në shoqërinë shqiptare. Ne jemi një nga shoqëritë që po plakën më shpejt në Europë. Një lindshmëri shumë të ulët. Para 4-5 vite ishte vetëm Korça, Gjirokastra me lindshmëri zero, ose me lindshmëri ku vdekjet ishin më të larta se sa lindjet. Tani me rastet e fundit të sjellja nga ISAT-i, nga 12 qarse në 9 qarse ishte lindshmëri më të madhe se sa, vdekshmëri më të madhe se sa. Profesoresh, të lutem. Dhe një shoqëri që po flakë, shoqëria shqiptare aktuale e ka mosë mediane 24 vjeç. Pra, mosha mediane është ajo që ndan shoqërinë në dy grupe të barabarta. Nëse popullsia shqiptare është 2.4 milion banor, 1.2 janë 24, 1.2 janë 94 vjeç. Profesoresh, të lutem se është shumë e rëndësishme të kuptohet, prindërit po kuptojnë, ndërkohë jo vetëm rrezikun që ju cënohet fëmijëve të tyre, por edhe faktin që po ju heqin të drejtën e prindërimit, pra këta fëmijë të miturit që nuk kanë të drejtë për të marrë vendime të rëndësishme madhore juridike, tani futen në protokolle hormonale, protokolle që ndryshojnë përgjithmonë anatominë e trupit të tyre dhe shpesh, thonë specialistë të ndryshëm të shëndetit, janë me pasoja të pakthyeshme. Po mund të çojnë edhe siç e cituat ju pak më parë në probleme kardiovaskulare, të sterilitetit, po mund të shkojnë edhe në probleme serioze të shëndetit mendor. Dhe nëse një fëmijë i mitur 16 vjeçar që e merr këtë vendimin pa konsultën e prindërve, mund të bëhet pishman mbas disa viteve. Kush mban përgjegjësi për të gjitha këto? Askush nuk mban përgjegjësi, Eliana. Kjo është një agendë e sjellë nga agenda e George Sorosit, dhe në sikur që gjithë për kraja që Soros i ka dhënë kryeministrit Rama në këto vite, ka qenë pikërisht të futur këtë ligj në shoqërinë shqiptare, duke prekur shoqërinë shqiptare në esencën e vet, në atë që ka më të thënë, që familja dhe është agenda e tyre është globalizmit, është e gjithë botës, domethënë aty ku futin ata duan pikërisht të prisin gjërat identitare, që janë të backgroundit ose të tabanit të tyre social-kulturor, për të sjellë pikërisht të open society, shoqërinë e hapur, pa konvencione, pa kufij, për të shkrirë shoqërisë dhe kombet. Kjo është pikërisht ajo që bën Sorosi me anë të globalizmit, që bashkëron kulturalisht shoqërisë dhe pastaj sundon ato politikisht. Këtë gjë ka bërë në shumë shtete, prandaj edhe në Hungari, sepse George Soros është një magjar, ai është në origjinë shqiptare, po është hungarez. Ata e shpallënojnë grata pikërisht të kësaj, pra të shpatërimi të familjes hungareze dhe vlerave hungareze. Kjo gjë ka bërë Sorosi dhe gjithë mbështetja që i ka ardhur pikërisht qeverisë aktuale nga Sorosi ka qenë për këtë ligj. Dhe unë siguroj që për këtë ligj është punuar shumë, është punuar para se ligji të vinte në parlament, është punuar me vite me radhë, është i tepur në detaje, i hollësishëm, se këto do të godas dhe ku do të fokusohet. Dhe pikërisht tek fëmijët, që janë mosha më delikate, sepse të më vinë mua njësot dhe të më bëj ideologji gjinore sa të dojë seksuale, nuk më ndryshon dot, por një fëmijë aq i vogël, një vajzë 5 vjeç, domethënë fëmijët janë të pambrojtur, askush do mbaj përgjegjësi për këtë. Ju e thatë që
pasojat janë fatale, mund të jenë të panicuperueshme, sepse një fëmijë që merr për disa vite terapi hormonale, merr hormone të gjinit tjetër, nëse është vajzë do marrë hormone maskullore, nëse është mashkull do marrë hormone femërore, më pas do bëjë ndryshime seksuale të seksit të tij, atëherë vjen një moment që ai mund të ndryshojë mendjen dhe nuk do të mbrapa. Mos mendojnë shqiptarët se nuk i ndoh fëmijës tim. Jo më do t'ju ndohë fëmijës suaj, se kur e ndohë fëmijës e në masë, nuk më të përshtetshëm, nuk të pasur në botë. Kjo patjetër që ndohë shqiptarëve, që janë janë një shoqëri varfër. Kemi një shoqëri, siç e thonë edhe një studios shumë i madh i shkencave politike, është e vështirë ta transplatosh demokracinë në një vend të edukuar keq. Në një vend të edukuar keq. E ka thënë Elisa Zastri. Që vend i mbushur me gorgje, me brinja, me një realitet dhe gjeografi shumë të afër, na ka bërë të afër me njëri tjetrin. Të vritemi për një krabar, ai për një ferr. Dhe më tepër regjimi sekullor pastaj turqisë na ka bërë të jemi bashkëbuzukre, të jemi të afër me njëri tjetrin. Sepse dy gjëra i mungon shqiptarëve, solidariteti dhe altruizmi. Kështu që fëmijët janë më të pambrojtur. Prandaj duhet folur fort. A keni dëgjuar ju shoqata të fëmijëve të flasin? Jo, ka qenë shumë koalicioni për mbrojtjen e familjes, ka qenë familja Pano që ka folur për këtë gjë, kurse ato që njihen si shoqata për mbrojtjen e fëmijëve suç. Jo, madje duke në favor. Janë pasoja fatale. Madje duke në favor, duke parë kush i ka drejtuar të paktën deri dje, duke në favor të këtyre ndryshimeve anti-njeri, do thoja unë, dhe anti-familje. Profesoresh, për të përfunduar... Jemi marrëvesh shumë mirë, profesoresh, deri tani. Për të gjithë ata që mendojnë se ky është një detyrim që rrjedh nga proceset integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, unë ju dëgjova në reagimin tuaj zyrtar nga foltoria e Partisë së Lirisë që shumë pak vende të Bashkimit Evropian flasin këtë gjuhë. E kanë shitur Eliana këtë gjë, sepse ata dinë që një nga gjërat më të dyra që ne kemi sipas të drejtës doktorë shqiptare, sipas kanonit legjitagjimit, sipas historisë shqiptare është pikërisht familja. Familja, besa, toleranca fetare, këto janë vlera që ne shqiptarët i kemi dëgjuar për breza. Dhe e kanë ditur që kjo gjë do kenë reakcion, pa diskutim, sepse është një gjë që na prek të gjithëve. E kanë kamufluar me këtë gjë dhe e kanë justifikuar, po sikur se ne kemi detyrim tani të dhe na tikon Europa, prandaj po e bëjmë. E para e punës nuk po hym tek hapja e kapitujve e tjera me radhë, po në aty për tyre nuk ka ngecur punë tek zbatimi i këtij urdhri, po them apo i ligjit të baratisë gjinore. Tek terapia hormonale, le të themi, e fëmijëve. Nuk ka mbetur te terapia hormonale, nuk ka asnjë direktivë në ato që na kërkon BOE që ju duhet të fusni hormone tek rinia juaj, tek fëmijët tuaj që nuk i pranojnë. Në kjo një rrenë madhe, një gënjeshtër e madhe, e atyre që e predikojnë pikërisht të ligjit. Dhe atyre që votuan, atyre 47 popullave të KOÇ-s që votuan pikërisht në nëndorë të vitit të kaluar ligjin e baratisë gjinore. Të dyti, unë Eliana dhe për më të folur kështu kot, kam bërë research të vogël në të gjitha të vendet e BE-s që kanë këtë ligj, kuptuar ore është e vërtet tani, e kemi, domethënë, kemi dispozitë udhëruese kategorike, apo e kemi ka nga 27 vende të BE-s, vetëm 3 shtete e kanë sot të farë ligji. Pra, për ndryshimin e gjinisë, sepse ne këtu, edhe në ligj, për caktohet thjesht ideologjia gjinore, kjo që folëm deri tani, pra ti përgatit brezat e rinj me këtë ideologjinë që është okej, si është homoseksual, është okej, transgjinor, ne nuk e Po dhe ne kemi ligjin kundër diskriminimit, kështu që në rregull jemi. Në lidhur këtu, pra i përgatisin ta fëmijë me këtë, pra në pimi u shprehën trurin dhe pastaj ndryshim tek ata fizikisht. Pra, ideja është që nuk është BE-ja që ka këtë nisje sa direktivë për të përshtirë në BE apo jo. Dhe po thon kam sjell disa shembuj nga 3 vende, të cilat ne të shkojmë nga ana historike, po them pra të Europës Lindore,
Se po ashtu kanë kaluar komunizmi si ne, po ashtu kanë qenë vendet e dyta që bashkuan Bashkimit Evropian. Pra nuk po krahasoj as me Belgjikën, Shqipërinë, as me Luksemburgun, po me të vendet që janë themelore dhe që themeluan Bashkimin Evropian. Por e kanë krahasuar me Hungarinë, me Slovakinë, me Poloninë. Të tre ato shtete vitet e fundit kanë bërë paketa të forta ligjore, ndryshime kushtetuese në parlament, të fuqizuar këtë familjen. Madje një nga do të thënë politikanët më të afër për këtë gjë ka qenë pikërisht Viktor Orban, i cili deklaroi në Hungari do të njihen vetëm dy burr dhe grua. Babai është nëna. Kurse, domethënë babai është gjithmonë mashkull dhe nëna është gjithmonë grua. Dhe nuk ka aludime të tilla, dy baba ose dy mama. Për më tepër, për të luftuar pikërisht atë që ne kemi problem sot. Po çfarë janë këto budalliqe tani që ne flasim për ndryshim gjinie, edhe për nesër për martesa, se kjo do të thotë çiftet gay të legalizohen në Shqipëri. Do të thotë çiftet gay të birësojnë fëmijë. Pra ne do të thojmë pafund, çiftet gay do të jenë fëmijët e tyre, ti birësojnë ato. Dhe nuk i ka realisht aktualisht Shqipëria. Po për çfarë ne duam ne këto? Po ne kemi një probleme të tjera. Pra si ke problemin më të madh linçmërinë në udhë. Ti ke një shoqëri që po të flake dhe ty të duhet një linçmëri më e madhe. Dhe për çfarë bëri Orban? Krijoi një paketë familje. Prandaj Hungaria merret si suksesi dhe tha për të gjithë çiftet që lindin fëmijë, janë të moshës 30 vjeç. Do t'ju hiqet tatim, domethënë TVSH-ja mbi të ardhurat. Nuk ka zero. Por ata që kanë 2 ose 3 fëmijë, do t'ju hiqet përjetësisht. Tani çfarë ndodh? Dy të rinj që janë 20 vjeç, që duan një fëmijë edhe që duan familje, nxitën për të lindur fëmijë. Dhe vurej që vetëm në përgjatë një 5 vjeçari në Hungari linden 6.000 bebe të reja. Në total 30.000 bebe. Po di që sot 30.000 bebe të reja në një shoqëri që po të flaket. Pse politika shqiptare, në këtë rast qeveria shqiptare, Ministria e Shëndetësisë, nuk merr hapa për të rritur linçmërinë, që fëmijët dhe çiftet e reja të lindin fëmijë, se unë nuk mendoj që ka njerëz që nuk duan të lindin. Po kur ti ja bën atë banesën më të shtrenjtë në botë, në Europë, me 2 miliona ta marrin në Kashar, për Kashari ku janë në fund të Sirit, se klimat janë katastrofë. Ti nuk i siguron banesën. Ti i vë ligje që janë anti-shqiptare, anti-familje. Ti nuk i siguron atë gjë që çiftet të ri. Ti do të shkojë drejt lindjes së fëmijëve. Prandaj, politika duhet të hartoj. Por them politika kanë qenë qeveria këtu, ministria, duhet të hartoj politika sociale që janë pro familje, pro lindjes së fëmijëve. Jo tani hajde të bëjmë të tjera se ne kërkon bëja. Jo nuk kërkon fare, po fare bëja. Kto janë një qoftë që kryeministri Rama ja ka për t'ia bërë Sorosit, George Sorosit, Alex Sorosit, që vlau të vetë, dhe thashë të punuar në kohë për këtë gjë, dhe kjo është një gjë për populimin e Shqipërisë. Sepse ajo që shqiptarët i mban të kushtet, familja, marrëdhënie familjare të ngrohta, kjo lidhje e ngushtë me pikërisht me njëri tjetrin, familjarët, dhe në momentin që ti ke prekur dhe ke shkatruar fëmijën familje, ti ke humbur këtë lidhje me realitetin. Prandaj është një agent për ta spopuluar Shqipërinë. Nuk është një agent për ta ripopuluar. Qartë. Nuk të krijosh paketa për familjen, merr ato para që çove te insenatorët fantaz. Merr ato para që çove tek ato rrugët e shtrenjta 22 milionë euro kilometri. Krijo fonde të posaçme për familjen, për fëmijët. Dhe pastaj do të shohim se si do ndikojë kjo te çiftet e reja. Nëse do të ishte në interes dhe në qëllim të tyre familja shqiptare. Nuk do vitet e fundit për çiftet e reja. Përkundrazi, janë bërë ndryshime, vetëm me vetëm që buxheti i shtetit të harxohet për biznese fantazme gjëra të tjera, ama jo për këtë që është në historia. Profesoresh, ju falenderojmë shumë edhe uroj që biseda që kemi zhvilluar të ketë vlejtur për sensibilizimin më së pari të gjithë prindërve, po natyrisht të gjithë shoqërisë shqiptare. Faleminderit. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Gëzuar një person gjithë fëmijëve shqiptarë. Gëzuar. Sidomos ata që jetojnë në Shqipëri. Faleminderit.
Do duhet të ishim sot duke diskutuar për të drejtat e fëmijëve, për fëmijë që nuk sigurojnë dot një vakt në shtëpi, për fëmijë që s'kan shkolla, për fëmijë që s'kan spitale, për fëmijë që nuk mjekohen dot, për fëmijë që nuk kanë qendra kulturore, për fëmijë që nuk kanë qendra sportive, por në fakt na duhet përballeshim me këtë emergjencën tjetër që mban emrin e terapisë hormonale te fëmijët. Ne ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.